Arti në zi ndahet nga jeta një nga figurat e spikatura në botën e filmit dhe ekranit shqiptar. Është ndar nga jeta Rezana Çeliku, një prej figurave të njohura të artit, kinematografisë dhe televizionit shqiptar, e cila u bë e njohur për publikun gjatë viteve 70-80. Çeliku u përfshi në botën e filmit dhe spektaklit krejt rastësisht, edhe pse nuk kishte formimin profesional si aktore ajo, tërhoqi vëmendjen e regjisorëve për pamjen simpatike, natyrshmërinë dhe elokuencën. Më herët kishte prezantuar disa festivale rinore në televizionin shqiptar. Në kinematografi, Rezana Çeliku interpretoi në disa prej filmave më të njohur të asaj periudhe. Në rolet e saj më të spikatura ishin ai Partizanes në filmin Ata ishin 4 me regji të Kujtim Çashkut, si dhe roli mësuesit në filmin Shok të një skuadre. Në vitin 1989 ajo u shfaq në filmin Një djalë dhe një vajzë, ku interpretoi rolin e një centralisteje, personazhi i saj që përfshihej në një lidhje me një djalë më të ri në moshë, u konsiderua për kohën një rol i guximshëm dhe ngjalli diskutime. Ky ishte edhe interpretimi i fundit i Rezana Çelikut në kinematografi. Pas largimit nga aktrimi dhe nga puna si mësuese në fshatrat e Tiranës, Çeliku u diplomua në ekonomi dhe juridik dhe vijoi karrierën në administratën publike. Për vite me radhë ajo punoi në drejtorinë për marrëdhëniet me publikun në Bashkinë e Tiranës. Në një intervistë të vitit 2011 për Unë Gruaja të gazetës Panorama, Rezana Çeliku kishte folur edhe për jetën e saj personale. Ajo kishte treguar se kishte qëndruar e pamartuar dhe se pengu më i madh i jetës së saj kishte qenë mungesa e një fëmije, cila e konsideronte si thelbin e vërtet të një familje. Me ndarjen e saj nga jeta, arti dhe televizioni shqiptar, humbën një tjetër figurë të veçantë, një brezi që la gjurmë në ekran dhe në kujtesën e publikut.